Mirë, shumë faleminderit për këtë mundësi edhe për durimin që nuk ju karakterizon. Dhe do doja të ndaja me ju disa informacione që janë të rëndësishme edhe për ata që na ndjekin për të krijuar një ide se ku qëndrojmë ne si qeveri, por edhe se çfarë ka sot në këtë vend nga pikpamja e shërbimeve të punësimit. Dua ta filloj me një fakt që nuk është i njohur. Shqipëria, sipas OECD-s, që është një burim shumë serioz të dhënash dhe vëzhgimesh mbi vendet, është vendi që zë vendin e parë në rajon për shërbimet e punësimit. Dhe kjo është diçka shumë pozitive sepse flet qartë që puna që kemi bërë në gjithë këto vite për të ndërtuar një skem shërbimesh punësimi na ka dhënë një rezultat inkurajues.